Shiko, Shqipëria është një vend paradoksal. Kjo është e vërtet ajo në vetme që kemi. Ne mund të mbrojmë dikë, por kur diçka, sepse gjithmonë jemi me dopjo standard kur vjen puna tek diçka e ngjashme, por me njerëz të ndryshëm. Kështu që e kam me ju që komentoni me morale të tepër ta thua se jeta juaj është kaq e dëlirë dhe e mëndafsht. Njerëz të dashur, në momentin që ndodh dhunë. E njëjtë që dhe shpulla goditse në fytyrën time me vezë, edhe veza në kokën e Olës, e njëjtë që edhe shtyrja që Xhibani bëri gjestit, njëjtë edhe ajo shpullë që Jozi i dha gjestit. Absolutisht jam kundër dhunës, por duhet me domosdo ta gjykoni njëjtë në çdo situatë. Kështu që ju lutem, mbani mirë gjuhën dhe siç po thoja, mbajeni mirë gjuhën, mësoni të lëpini, pastaj zgjidhni se cilën byth do lëpini, se jeni gjithë byth lëpirë, sa jeni të vobek, jeni të neveritshëm, kjo është diçka shumë e rëndësishme për t'u thënë dhe ja vlen për t'u thënë, por unë dua të shtoj edhe këtë, para se të pyesni dhe ta ludoni, foton dhe videon që postova, mund t'ju ripostoj për qefin tuaj, t'i bëni screenshot sa të doni apo shpërndarje sa të doni tu në story, por më vjen shumë keq, jam too glam to give a fucking damn, nuk më shkon me feedin ajo foto. E kam fytyrën shumë të bukur dhe postet shumë të bukur, am vjen keq, nuk e mbaja dot për qefin tuaj. Dërgoj puthje. Bye. Dhe kam një pyetje tjetër, ku ishit ju palo artista dhe ju moralista dhe ju njerëz të mirë të popullit, ju zëri popullit, ku ishit ju kur zëri im ndoshta nuk dëgjoj aq fuqishëm, kur bërtiste jam dhunuar, ku ishit ju më, ku ishit ju? Ku ishit ju më që sot dilni edhe mbroni edhe nxirrni shpatën, keni hallën ndonjë kafshate shikimesh apo vizualiteti? Këtë hall keni, doni të bëni shitjet e juaja në kurriz të tjetrit, po dilni hapur dhe thoni dua ta përdor këtë djalin. Mos bëni poste dhe komente absurde apo mesazhe kërcënuese tek njerëzit. Dilni hapur, nxirrni ato storyt e juaja të vobekta dhe thoni qartazi, unë dua të kem shikime më shumë profilin tim, prandaj po loboj sikur e mbroj këtë djalin. Dhe nëse ky djali bën diçka që unë nuk jam dakord apo ky djali përdor dhunë, unë prap do ta mbroj